fillimin e betejës për përmbysjen përfundimtare e Edi Ramës dhe narkoshtetit të tij, ftoj çdo demokrat e demokrat, çdo qytetar dhe qytetar, të dalin në sheshin e betejës, të dalin të vinë në Tiranë, të bindin çdo shqiptar dhe shqiptar se një mision i madh na pret, se ky mision është shansi i jetës për çdo qytetar të këtij vendit, shansi i përmbysjes, një lloj si në Bangladesh, në Nepal, Sri Lanka, të diktatorëve autokrat, të cilët pasi vjedhin dhe plaçkisin miliarda kombet e tyre, ja mbathin si armiq në vende tjera. 22 dhjetori është një ditë e shënuar, është një ditë që fton çdo shqiptar. Ftoj të gjitha forcat politike opozitare, të gjitha ata që ndjehen opozitar, pavarësisht nga dallimet që kemi, të bashkohemi sot për të dëshmuar shqiptarëve dhe botës se nuk ka forcë që të na ndalojë dhe ta pengojë pa përmbysur regjimin më armiqësor, më të keq që shqiptarët kanë njohur në histori. Unë kam besim të madh se Tirana po zgjen, se Shqipëria po zgjen, dhe se protesta e sotme do të shënoj kthesën e madhe. Do të shënoj kthesën drejt fitores të çdo qytetarit të këtij vendi, për dignitetin e tij, për familjen e tij, për të ardhmen, por dhe vendin dhe kombin e tij.